Nëse gruaja pastrohet nga menstruacionet apo lehonia gjatë ditës Ramazanit, a duhet të agjeroj? Përgjigjja është se Allahu Madhëruar ka kërkuar agjerimin e një dite të plotë dhe nuk ka kërkuar agjerimin e një pjesë të ditës. Prandaj, ajo grua që pastrohet gjatë ditës Ramazanit nuk agjeron sepse nuk plotëson kushtet e agjerimit. Dhe agjerimi është i lidhur me kohën, nga agimi gjerë në perëndimin e diellit. E përderisa nuk arrit të distancë kohore, atëherë ajo nuk agjeron.